al-Islam në thënien e tij, që lypet ta ndëgjoni në vëmendje, thotë kështu. E transmeton Numan ibn Bashiri. Hadithi është i regjistruar në Sahihun e Buhariut, do të bëj haditheve të vërteta, hadith në formë të shembullit dhe të krahasimit. Shumë thënie të Muhamedit al-Islam i nën këtë formë. Në formë të shembujve të krahasimit që njerëzit ta kuptojnë. Thëniet e pejgamberit nuk janë filozofike shumë lypet mes rreshtave ku ta dëgjojmë në kuptu. Megjithatë ka thënie të shkurta, mirë po kuptimi i tyre është i gjatë. Hadithi që neve jemi duke folur tash është, thotë pejgamberi sa shembulli i një njeriu i cili kujdeset dhe merakoset për kufijtë e Allahut. Kufijtë e Allahut janë ndalesat e tij. Me një fjalë, ai i cili kujdeset dhe nuk shkel fushën e harameve, edhe ai i cili nuk i intereson hiç është haram as fort, hyn në për atë fushë, edhe ushqehet, edhe vepron, thotë i shembullon një popull i cili apo një grup njerëzish të cilët kanë hyrë me një anije. Ai i cili ruhet prej harameve, edhe ai që ruhet prej harameve, i shembullon disa njerëz që kanë hyrë me një anije. E anija përbohet prej disa katësh. Me siguri ju ka rënë ndonjëherë me udhëtim ndaj kujt me ndonjë anije apo të pagu ka bën televizor. Anija të përbohet prej disa katësh. Në katën e poshtë i krejt ujë, të janë disa njerëz të cilët pejgamberi sa më thon me katar. Që shkelin në fushën e harameve se kanë gojë lehet. Mirë, po aty lart do të janë njerëz të sinqert, njerëz të mirë. Tash që janë poshtë anijes ka, duhet më ngjish lart atje në morruj. Se nuk ujë ka poshtë, ujë është nalë që ata të mirë atje. Dhe një ditë prej ditëve, njëri prej tyre më i mëshëm thoi za, thotë more, se na më shku mund gjithë atje nalë me i dëngu ata, tu konë të marrë në stofatën, ja jeki një pjesë të anijës poshtë, pe qede një vrime dhe ujë gatshëm. Thotë pejgamberi al-Islam, ata të mirë atje nalë të mëshmit, nëse i lejojnë këta poshtë, ka e në katarë dhe gjënatarë, mi aqen një vrim anijës me marrë ujë, fundosen të gjithë. Të gjithë fundosen. E nëse i pengojnë, shpetojnë të gjithë, edhe të të shpetojnë. Vëzë të ndëruar, kjo është të hadisit. E tash djetarët e kanë spjegu dhe e kanë komentu. Kanë thonë, pejgamberi al-Islam e ka trasu, deri mund me themi shoqërinë tonë, të cilën po jetojmë, me një anije, ne jemi hyrë tek një anije. Ka poshtë njerëz të cilët nuk zgjedhin as haram, as korrupsion, as keqe, as ndaluar as kurrë. Edhe i takon atyre të cilën me thonë poshtë gjithë. Se njeriu me punë shija s'mundet me ngrit. Edhe nëse ka titull lartë shkentor. Absolut. Është natyrshmëria e Allahut. Ai që i shkel ligjet e Allahut, ka me thonë gjithë i nështruar dhe i poshtruar. E ata të mirë, sinqertë që punojnë për mirë, ata janë lartë. E thot pejgamberi al-Islam, nëse këta njerëzit e mirë që mundohen me ndryshu situatën për ta mira, nuk i ndalin ta këshinjet, atëherë fundosen të gjithë. Nëse nuk del dikush me i thonë stop keqet, atëherë fundosen të gjithë, edhe të mirët, edhe ata të xhamijes, edhe ata të sabës, edhe ata të namazit. Do të me dalë dikush dhe me i thonë keqet stop, se për ndryshe nëse e keqja është të tishë çdo punë, edhe askush nuk del me i thonë stop, atëherë rreziku për të gjithë. Siç ishte rrezik me këtë shembull që e sjell Muhamedi al-Islam në anije. Dele një vëdalë të thënë popli e zënë me qelë një drasa njës atje poshtë. Ama shkojnë poshtë krejt fundosen. Edhe në gjithë të cilën shoqëri ka njerëz matrapaz, ka njerëz që i prim punëve të liga. Mirë po, për atë arsye është pushteti, është ligji, janë njerëz të drejtë që duhet prim dhe të ndalin të keqen. Allahu xhaleshanu neve nga aspekti i fesë. Në surën Tauben ai sjell dy ajete. Thotë el-mu'minina wal-mu'minat awliya'u ba'dhum min ba'd. Besimtarët meshkuj edhe besimtarët femra se të gjithë bëjnë shoqëri. Shoqëria përbohet edhe prej meshkuj dhe prej femra. Feja është edhe meshkuj dhe femra. Do të thëjë të gjana, të janë miq të njëri tjetrit, dashamirë të njëri tjetrit. E çfarë cilësi kanë ta besimtarët edhe besimtarët? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Urdhrojnë punë të mira edhe ndalojnë nga këqijat. Kjo shoqëri është që Zoti e zën. E thot ka musliman të vërtetë. Edhe meshkuj edhe femra urdhrojnë për të mirë
edhe ndalojnë nga e keqja, po është edhe një lloj njerëzish që shëtitin mesin e njerëzve, e Zoti ka përshkruar Kur'anin dhe ata ka thonë el munafiqine wal munafiqat ba'duhum min ba'd. Munafiqat apo dyftyrësat në gjuhën e popullit tonë, edhe meshkuj, edhe femra janë të njëjtë në zveti. Vetëm se këta i kanë cilësitë e kundërta me ata të mëhershme që i përmendëm, me besimtarët. Cilësitë e kundërta, çfarë bojnë ta? Ta urdhërojnë për të keqe e ndalojnë nga e mira. A i kuptoni? Besimtarët edhe besimtarët i kanë këtë cilësi. Duhet të urdhërojnë në punë të mirë dhe me ndalu nga e keqja. Për ndryshe vjen këtë kategorinë tjetër, që Zoti që besoni i përshkruan në Kur'an, si munafik, si dyfysa, si hipokrita, urdhërojnë në të keqen edhe ndalojnë nga e mira. Ka shumë njerëz, ju kanë ndodhur ndërhejmë e thonë, lebe xhamien hoxhen Allah i le, si e i ri ka. Ta janë urdhërojnë për nga e keqja. Edhe ndalojnë nga e mira, se kjo është e mirë, këtu nuk ka dyshim. Jo pse unë po du me thonë, po ju të shikoni vetë. Ju të shikoni vetë. Na lo shikoj trupin tonë, mendjen tonë, shpirtin tonë. Kush ta ka dhënë, kush ta ka falë? Edhe na lo nga njëherë mbrëmje dhe shikoj pyet natë, aty kush i ka kriju? Kush i mban? Ku janë shtyllat? Kjo do prim pa shtylla, se kjo njëre ka dhënë. Apo kulmin e qiellin, kush e mban? E mban Allahu. E mban Allahu. Edhe ajtë në Kur'an, Allahu është ai i cili e ka ngritur qiellin bi ghairi amadin, pa shtylla hiç. Taronena, e shihni ju? Dhe të ndëruar, pejgamberi sa përmes këtij hadithit që nuk dëshiroj ta zgjat shumë, të është i kuptuar shumë, neve na tërheq vërejtën që në mesin tonë kudo që ka keq mundohemi ta ndalojmë. Neve jemi përgjegjës për Allahut. Mirë, por sikur Zoti që se kemi përgjegjësinë e krejt popullit. Çysh krejt popullit? Ai i cili i prin popullit dhe e ka përgjegjësinë e krejtëve. Shumë njerëz po ngajnë mas karrika, mirë po ajo është përgjegjësi. Është përgjegjësi. Ti edhe mos e që se kemi atë përgjegjësi. Po e kemë përgjegjësinë e familjes tonë. Këtë përgjegjësi së na je kërkush. Fëmijët tanë, a i kemi mësuar për te? A i kemi ofruar spaku diçka literaturë? Nëse po ata dojnë në çështje e tyre, ti i ke barën tonë, se ne se mundëm me thonë djallë dhe vajza jo të veja një. Nëse ditën e gjykimit e kanë fjalën e të son ti mësuar pra mu. Se son ti tregu që është ka që rëndësishme feja dhe xhamia. Se s'paka do vi as parja, as të vladit e Zotin Kur'an, as pozita ditën e gjykimit. Do vi ka vetëm çaj që e takon Allahun në zemër pastër. Pra, kjo është shumë e rëndësishme sepse ne dhe vëllezër të nderuar jemi dëshmitarë të ditëve që po kalojnë. Ditët po kalojnë shpejt, edhe vitet edhe kemi lanë të gjitha. Ama që ky namaz që po e bën mesazh ky është i regjistruar dhe nuk humb kurrë. Dhe për ta kemi nevojë atë moment kur ne na lënë drata dhe mbetni vetëm. Dhe kemi nevojë shumë kur dalim para Allahut xhaleshanuhu. Sepse abdesin që e kemi marrë tash, ky nuk humbet, ky na bën drik tyra dhe duart dhe koka dhe kom. Argumentet e hadithit Muhamedit sallallahu nuk janë çështje të thjeshta, nuk janë diçka që ne po kalojmë për to edhe shkeleshko. Jo, to kanë bazë, to na duan, to janë të vërteta. Prandaj lypet me ndështu citatën tonë për nga mira, pejgamberi sa na bën thirrje se për ndryshe ania fundoset. Ania fundoset nëse neve nuk i shikojmë edhe nuk interesojmë edhe për ata që janë poshtë atje. Pra, pejgamberi alislam me hadithin të cilën e citojmë tash, dhe përmbyllim në hutbën, thot pejgamberi sa nëse në një popull përhapen këqijat, edhe kanë mundësia ta me i ndryshu ato, me i pingu ato, edhe nuk i ndryshojnë atëre, Zoti ka me i përshime të nëmë të gjithë. Kjo hadith nuk ka nevojë të na frikoj neve, sepse feja nuk është me na frigu neve, por është me na mësu neve, edhe me na përmirësu neve. Prandaj Allah xhaleshanuhu thot Kur'an, Allah nuk e ndryshon gjendjen e një populli pa ndryshuar ata vetën e tyre. Pa ndryshuar ata vetën e tyre. E neve inshallah po ndryshojmë vetën tonë. Kjo e fundit ka të bëjë pak me relaksim, veç kemi filluar me ndryshuar me disa ndryshime. Inshallah në hajde. Allah na ndihmoj të gjithë.